Kalaja e Gjirokastrës vijon të jetë një ndër institucionet që është në fokus të turistëve. Gjatë muajit prill, Kalaja e Gjirokastrës ka pritur një numër të lartë vizitorësh, ndërsa rritje reflektohet edhe në shifrat e 4 mujorit të parë për vitin 2025. Sipas drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore në qytetin e Gjirokastrës, vizitat turistike në Kalana Argjiros kanë ardhur duke u rritur, krahasuar me shifrat e një viti më parë të njëjtës periudhë. Llogaritet që Kalaja e Gjirokastrës ka pritur 18.738 vizitorë për gjatë periudhës janar-prill 2025, ose 19% e vizitorëve më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Kalaja mbetet atraksioni kryesor për qytetin e Gjirokastrës. Fal vlerave historike dhe arkitektonike që mbart Kështjella e Gurtë, vazhdon të mbetet objekti më i preferuar për të vizituar nga grupet turistike vendase dhe të huaja, përgjatë guidave dhe udhëtimeve të tyre në të gjithë zonën e Gjirokastrës.